pse u zure aty me David Beckham? Natën ndeshje. Në momentin unë e kam dhe video, ma ka dërguar një gazetar, ta shikoj të fundit që luajtëm para me anglisht, ma dërgoi. Pjesën ku manullohet goli më. Bëj golin dhe manullohet një tjetër. Dhe në atë moment vjen kryesori dhe më tërheq. Edhe unë të i shpjeguar kryesorit, I swear në anglisht domethënë në offside. Në atë moment që unë flas me kryesorin, vjen David Beckham, si ishte kapiteni i skuadrës, ky anglez. Dhe më vjen më dhe më jep një shtytje me krah, domethënë çfarë drejqin e do ti, edhe ma thot dhe në anglisht, what do you want, që proteston këtu. Dhe unë i themi gjë që nuk thohet. Ja thën shqipte. Jo, ja thosh në anglisht. Po bënte sens më shumë në shqip. Se shqip nuk do të kuptonte, ja thosh në anglisht. What I want to your wife.